Në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, kur solidariteti, mirëkuptimi dhe mëshira duhet të jenë në qendër të çdo veprimi, qytetarët e Tetovës po përballen me një tjetër barë të rënë dhe të papritur. Komuna e Tetovës, në bashkëpunim me kompaninë Sauber Maher, ka ndërmarrë veprime që jo vetëm i rëndojnë ekonomikisht qytetarët, por edhe i trajtojnë ata me mungesë të plotë ngjeshmërie dhe respekti. Pa asnjë paralajmërim, mbi 10.000 familje janë thirrur në noter për të paguar tarifa shtesë dhe shpenzime të panevojshme lidhur me shërbimet bazë të mbledhjes së mbeturinave. Përveç pagesës, ata janë të detyruar të kryejnë rregullisht, tani u kërkohet të paguajnë edhe 2.500 denar shtesë, shumë që për shumë familje përfaqëson një barë të rëndë ekonomike. Në vend që të tregohen mirëkuptues në një kohë kur shumë familje përballen me sfida të rënda financiare, këto institucione po zgjedhin rrugën e presionit dhe përfitimit financiar, duke shpërfillur plotësisht gjendjen e rënduar sociale dhe shpirtërore të qytetarëve. Këto veprime të ndërmarra pa transparencë dhe pa një komunikim paraprak, krijojnë një ndjenjë padrejtësie dhe zhgënjimi të thellë të qytetarët, që ndihen të pambrojtur përballë këtij trajtimi. Është e dhimbshme të shohësh se si në një muaj që simbolizon sakrificën dhe ndihmën ndaj më të dobtëve, qytetarët trajtohen si numra në një sistem burokratik të pamëshirshëm. Në vend që të ofrohen lehtësime apo të dëgjohet zëri i qytetarëve, ata përballen me kërkesa të papritura që vetëm sa e shtojnë ankthin dhe pasigurinë. Kjo qasje e ftohtë dhe e paarsyeshme nuk është thjesht çështje financiare. Është një tregues i qartë i mungesës së përgjegjësisë sociale dhe humane nga institucionet që në vend të lehtësimit të jetës së qytetarëve, a duket se po e vështirësojnë atë edhe më tej. Në një kohë kur vlerat e humanizmit dhe të drejtësisë duhet të jenë në qendër të veprimeve, kërkohet me urgjencë një ndërgjegjësim më i lartë dhe një qasje më njerëzore ndaj qytetarëve. Zëri i tyre duhet të dëgjohet dhe padrejtësitë e tilla nuk duhet të kalojnë pa u denoncuar dhe pa marrë përgjigjen e duhur nga ata që mbajnë përgjegjësi publike.